Do të komentojmë sigurisht të zhvillimet politike, zgjedhjen e Ilir Metës president. Me mua në studio është Drita Nila, është drejtues emisionit Arena, njëkohësisht edhe analist. Mirë se erdhët në studio. Mirësevgjellë. Zoti Ila, besoj ju keni ndjekur të gjitha zhvillimet, madje edhe dje në një farë mënyrë keni diskutuar disi zgjedhjen e zotit Meta president, por le ta nisim nga fjalimi i tij. Si ju duk fjalimi i Metës president për herë të parë? Meta hyn te personazhet që flet pak dhe qëruar në mënyrë që të kuptohen mesazhet e tij. Ishte një referim që i bëri Namik Dokles, ishte një lloj falënderimi për le të themi një përshëndetje për shokët e largët të armëve që dikur i ka pasur në Partinë Socialiste. Dhe këtu hyn shokët e vjetër të armëve, Namik Dokles është një prej tyre, kur e tha qysh në hapje të fjalimit që donte të mbante një fjalim sipas mësimeve të Namik Dokles, pra një fjalim të rastësishëm. Në fakt fjalimi s'ishte fare i rastësishëm, ishte i përgatitur mirë nga zoti Meta, nuk ishte spontan. Ose më saktë ishte reflektimi të gjithë atyre situatave që ka pasur. Ma bëj të reflektoj fakti që falenderoj opozitën në një farë mënyre. Ai nuk prisë të ishte president, po ishte sjellja e opozitës e cila e detyroi që të pranonte postin e presidentit. Në këtë mënyrë ai i dha një shpresë opozitës? Jo, nuk i dha shpresë ai. Mendoj që ardhja e Kurt Flankenstein edhe e Knut Flankenstein dhe e David McAllister ishte një ndërhyrje Metës, sepse ata paraqitën propozimet e Metës. Opozita nuk ishte në gjendje që ta kapte mesazhin, nuk e kapi momentin, sepse ju propozuan 4 ministra, dhe në momentin që opozita do kishte 4 ministra, LSI-ja 4 ministra dhe PS 4 ministra ose 5 ministra, opozita do ishte në kushte ku të negocionte, mund të fillonte negocimin. Opozita ose nuk e kapi, ose nuk donte këtë lloj kompromisi për të hyrë në zgjedhje. Atëherë Meta u detyrua të merrte postin e presidentit, i cili është një post që do t'i krijojë mundësinë të jetë super partes gjatë krizave që janë në prag gjatë këtij viti, do kemi kriza politike. Në këtë mënyrë ju thonin që posti i presidentit nuk ishte i negociuar dhe pjesë e një marrëveshje mes Ramës dhe Metës, që në 2013 sipas disa këndvështrimeve? Jo, nuk e besoj. Nuk e besoj. E para punës, politika shqiptare është shumë e paparashikueshme për të arritur për të bërë pakte që 4 vjet përpara. E dyta, mendoj që plani fillestari i Metës, plani i Metës ishte që të fuste dhe Partinë Demokratike në zgjedhje dhe të dilte forcë më vete, forcë ndikuese në gjithë procesin zgjedhor dhe të kishte mundësi që të negocionte rolin e kryeministrit pastaj. Mirë po, Partia Demokratike me sa duket nuk ka qenë të njëjtin mendim me planet e zotit Meta, ka rrugën e saj, po ndjek rrugën e saj. Me sa duket e mendonte zotin Meta si një aksesor të planeve të saj, ndërkohë që është një gabim që e bëjnë shpesh dy partitë e mëdha, mendojnë LSI-n si një pjesë, shpesh PD-ja do që të jetë kamikaze e tyre, ndërsa PS-ja do që të jetë vasale e tyre. Dhe në këtë moment, zoti Meta kishte 2 rrugë, ose të tërhiqej, të rinte në krye të partisë dhe të bënte fushatën elektorale, ose të merrte postin e presidentit. Posti i presidentit mendoj që ka qenë një zgjedhje e minutave të fundit të zotit Meta, duhet ta ketë marrë atë vendim momentin që u mbyllën negociatat me Partinë Demokratike, i duhet ai post në një farë mënyrë për të ruajtur ekuilibrat në vend, sepse thashë që do kemi krizë përpara, po i duhet ai post edhe për të pasur një pol tjetër fuqie në politikën shqiptare. Natyrisht do të ishte më i nevojshëm për LSI në krye të LSI-s, sepse zoti Meta vetë është një makinë elektorale shumë e mirë, po si duket në llogaritë e tija, në balancat e tija ka dalë se është më e favorshme që të jetë në pozicionin e presidentit vendit. Dhe jo si vend me kompetencë, atë kuptuam, i tashmë presidenti i vendit. Dhe këtë doja t'ju pyesja, se ju thatë që mund të zgjidh disa sfida ose mund të jetë në krye edhe të gjitha këtyre ngërçeve, por me këto kompetencat reduktuara si do ta bëj? Nuk është, mund të kesh çelësat atomik në dorë dhe nëse nuk ke autoritet moral nuk mund t'i shkrepësh ata çelësa.
Zoti Meta ka dy faktorë, është një politikan i vjetër, është 26 vjet politikan, pra ka më shumë jetë politike se sa jetë civile, dhe ka një parti të fortë nga mbrapa, e cila i bën mundësi që të jetë diçka më i fortë se sa kompetencat që i cakton presidenti i Republikës, plus është njeri i cili ka raporte me të dyja palët e politikës. Mos harrojmë që presidenti i Republikës ka si kompetencë të vetëm dekretimin e ambasadorëve tashmë. Edhe ai është i reduktuar sepse në bazë të ligjit duhet i kthejë përgjigje ministrit të jashtëm brenda sa kohë që nuk e dekreton një ambasador. Mirë po, mendoj që zoti Meta nuk është i këtij kalibrit, është një lloj kalibri tjetër i cili në... Pra do ta bëj, le të themi, individi institucionin e presidencës, pavarësisht kompetencave ligjore? Në këtë rast jemi këtu që individi do t'i japi valencë postit të presidentit, se sa presidenca do t'i japi valencë individit. Do t'i japi me personalitet, apo mund të ketë ndryshime, le të themi, që mund të rrisin kompetencë? Jo, nuk besoj. Ndryshime ligjore nuk besoj, sepse neve kemi parë që kemi pasur një president si Berisha, i cili megjithëse me kompetenca ishte i dobët, në një farë mënyrë, nuk ishte Republikë Presidenciale Shqiptare, ishte figura e parë. Kemi pasur një president si Mojsiu, i cili ka ditur të jetë imponues me vetë zgjedhjet që bënte politike, me vetë staturën e tij, dhe mendoj që Meta do jetë një politikan i tretë, i cili për nga statura qëndron midis këtyre të dyve, pra është më i fortë se sa Mojsiu dhe më i dobët se sa Berisha Motit, i cili në atë kohë kishte edhe valen e ndryshimeve, valen popullore. Por për të tjerat nuk i lë gjë mangut Berishës për nga mënyra si dhe bile mund të thuash që është një politikan që nëse Berisha në fillimit të tija nuk e kishte provuar të thyente hundët në rrugën e politikanit, për të thënë në kuptimin figurativ, Meta e ka provuar të thyej disa herë hundët, është rrëzuar disa herë, është ngritur prapë, pra e di që vlen më shumë kompromisi në politikë se sa përplasja. Është politikan që gjithashtu e ka bërë përplasjen më shumë se çdo kush tjetër. Do me thënë, është njeri i cili ka ikur nga një parti, ka krijuar një parti me vete, ka dhënë dorëheqje, është kthyer prapë, ka vdekur, është ringjallur. Pra, kemi të bëjmë me një personazh i cili do ditë ja valencë, mendoj, postit të presidentit, megjithse ata që e zgjodhen presin që mos jetë tillë. Fakti që është një president pa mbështetjen e opozitës dhe sadomethënë se është për ju fakti që sot në sallë nuk ishte prezent faktori ndërkombëtar. Nuk do thot asgjë. Faktori ndërkombëtar mund të jetë çështje protokolli, nuk ka qenë çështje. Ne e dimë që ministri i jashtëm nuk hyn të dashamirësitë e Metës dhe Meta nuk ushqen ndonjë simpati për ministrin e jashtëm. Këto janë çështje protokolli, sepse drejtoria e protokollit varet nga Ministria e Jashtme. Pra kemi të bëjmë në këtë rast me një zënk banale shqiptarësh, në nxjerrje inate banale shqiptarësh. Ndërsa për sa i përket fuqive të tija, mendoj që do janë fuqi të cilat do jenë më të mëdha se sa të postit vetë. Është komentuar shumë Mardonja Rama Meta, është komentuar në fakt që në fillim të koalicionit të tyre, sot zoti Meta nuk bëri asnjë falënderim, ju e thatë që bëri për aleatin e dikurshëm të tij Gjinushin, por nuk falenderoi kryeministrin i cili e votoi dhe në analizat të shumta është parë dhe si një skenar ky i zotit Rama për të eliminuar një armik ose një konkurrent fuqishëm, siç ishte zoti Meta për të. Ju mendoni se do të ketë influenca të tilla, le të themi që Meta president mund të dobësoj fuqinë e tij dhe ndërkohë Rama mund të rrisë autoritetin e tij? Do kemi një parlament i cili nuk besoj se LSI-ja do jetë në pushtet. Dhe LSI-ja dita bëj opozitën. Do të thonë ne kemi parë 2004, 2009 që nuk ka koalicion mes dy forcave politike? Shiko, do jetë një, do më thënë, leti marim, në fakt, ky variant ka qenë varianti me ekstrem që unë ka menduar në të gjitha ato skenarët që thunë njeriu me mendje kur bën. Mirë po, ja që doli, sepse vetë opozita nuk i, do më thënë, nuk doli në llogaritë e Metës, në atë strukturën që kishte ngritur Meta. Dhe them që ky momenti nuk është momenti që e çoi Edi Rama në presidencë, e quan rrethanat në presidencë. Meta nuk kishte çfarë bënte zgjidhje tjetër për të qenë, domethënë i duhet një pak ndesh do të ila kjo me faktin që Meta e ka shprehur gjithmonë dëshirën e tij për të qenë president paktën në qarqe të ngushta politike. Jo, mendoj që është rastësishëm, më duket pak edhe naive. Unë e kam pasur në intervista e fundit që ka dhënë Meta si kryetari i parlamentit, ishte te neve te Arena dhe tha pikërisht që unë do merrem me fushatën elektorale. Meta e di që
fuqia nuk është te postet, është te numrat e deputetëve që kanë parlament, këtë ka të qartë meta. Dhe ai e dinte shumë mirë që një met i fortë është një met në terren. Por unë them që ka ndikuar edhe krizat që po vinë që të bëj këtë zgjedhje, sepse nuk besoj që meta ka qenë ndonjë dashnori i postit të kryetarit të parlamentit, Nuk është ndonjë post i cili ke mundësi të emërosh, në 100 veta e ke personin, një e pas ke 200. Pra nuk është nga ata që dashurohet me pushtetin si mënyrë për të lëvizur njerëzit, si eliksir i manipulimit të fateve njerëzore, siç e quhen veja Mao Zedongit. Jo, në fakt atë nuk e kapa se çfarë ishte zgjedhja midis demokracisë dhe pushtetit, po gjithsesi mendoj që i duhet më tepër për të pasur një rol super partes në krizën që vjen, sepse do kemi një parlament të ri i cili do jetë i cunguar, do jetë PS-ja, LSI-ja, pra do jetë komplet e majtë aty dhe partitë të tjera që janë të afërta me pushtetin. E mendoni se do kemi zgjedhje pa opozitën? Po, kam frikë se po, mendoj se do bëhen këto zgjedhje, po kanë për të qenë zgjedhje shumë afashkurtra, ose ndoshta opozita ka për të hyrë si rezultati ndonjë presioni ekstrem, sepse politikisht mendoj që e humbi atë ritmin goditjen kur duhet të hynte në momentin kur i erdhi oferta ndërkombëtare. Dhe pastaj në negociata. Presion ekstrem çfarë do të ishte në këtë rast? Presion ekstrem. Referoheni në një presioni nga ndërkombëtarët? Po, nuk e di se cili mund të jetë presioni ekstrem, për shembull, që presion ekstrem bëri Ramët të dilte nga çadra. E diti thonë që ka qenë një telefonat që ndroi nga çadra. Se shtuat në atë telefonatu nuk e di pastaj. Prandaj po them që i ka të tilla gjithmonë presion ekstrem, se mos kujtohet se neve jemi shtet sovran i pavarur. 3 miliona kanë bërë të tjerët, nuk është se jemi bërë vetë. Se kur u bëm nuk kishim masë ushtri, kishim vetëm një 4-5 qeta që vinin vërdall nëpër malet të Shqipërisë. Kështu që patjetër që ka presion ndërkombëtar, të bën të futesh si çeçu me një këmbë, po deri në momentin që ti nuk prish ekuilibrat rajonal, ti shiko që ndodh në Maqedoni. Kujton për shembull se një brac Maqedonia si punë e Gruevskit e kanë problem ndërkombëtar. E kapin përveshje dhe i masin kokën siç ka marrë Noriegës në Panama. Po problemi është që nuk prish akoma ekuilibra rajonale dhe të lënë të vazhdojë. A situata e djeshme, le të themi? Jo, po nuk prish ekuilibra rajonale. Shiko, këto janë ushtrimet e demokracisë që bëjnë njerëzit, rrihen, bëhen në parlament, ti shohësh me xhilisin turk për shembull është aren boksi, ose të shohësh parlamentin japonez, ose parlamentin koreano-jugor. Aty rrihen me karate, se janë më të stërvitur, janë më profesionistë se sa neve. Kështu që nuk janë ushtrimet e demokracisë. Problemi kur fillon ti prek ekuilibrat rajonale, aty është problemi. Dhe unë, në fakt, kam filluar në një farë mënyrë e shikoj si një pozicionim që të metës për të mbajtur një lloj pozicioni pikërisht kur të vi momenti përplasjes midis PD-s dhe PS-s. Nëse do kemi që nuk do hyjë në parlament gjithmonë PD-ja. Në qoftë se nuk do marrë pjesë në zgjedhje. Meta si president do reagoj vetëm pas inaugurimit që është 24 korrik, kështu që përpara nuk e di se si do të ndërhynte. Do shohim një herë sa vota do marri LSI-ja. Kjo është shumë e rëndësishme. Mendoj që do ta zëvendësoj e shoqja e tij. Nuk e di a e lejon ligji që të marrë pjesë në fushat elektorale. Është shumë e rëndësishme për megjithëse ai tha sot që nëse kjo LSI që kam bërë nuk do të aftë të fitoj pa mua, më mirë të shkrihet. Por mendoj që është akoma një parti latente, një parti 10 vjeçare, sa që është LSI, jo, 12 vjeçare, 13 bën tash, 13 vjet. Ka ende nevojë për nënën, për babajn, siç në këtë radhë. Megjithatë ka një tjetër makinë elektorale, e cila është e shoqja e tij, Monika Kryemalli, e cila i lënë në kohën 10 vjet përpara kur ka qenë mendohej që ajo ishte truri politik i çiftit Rama Meta Kryemalli, por doli që Meta është një kafshë politik. Ndoshta deklaratën e zonjës Kryemalli? Ndoshta, nuk e besoj që thotë që ishte habitur. Që ishte habitur dhe që do kishte preferuar që të ishte presidente zonja Dade. Dade ka qenë në planet e Metës. Dade ka qenë në planet e Metës dhe thonë që ka qenë një ndër emrat që i është afruar Ramës. Mua në fakt personalisht do më ishte bërë qefi. Ka qenë në planet e Trit Vasili? Apo ishte një emër për të kamufluar, le të themi? Jo, nuk besoj, ka qenë në plan, edhe vetë mënyrën se si e drejtoi Meta për
duke e quar në Ministër Drejtësie, ishte një lloj kurikulumi për ta quar drejt presidencës, por ishte ky ndryshim politik që bëri mospranimi i opozitës. Fytyra e zotit Meta mbas daljes nga takimi me McAllister dhe me ata tregonte shumë, tregonte që ishte prishur komplet skema që do ruante një fare kuilibrit të politikës shqiptare, dhe ky është një gest in extremis i tij. Cilat janë sfidat e para, ose le themi e para fare me cilën duhet të përballet Meta si president? Parlamenti qalë. Do ketë një parlament të qalë ku pavarësisht se LSI-a do përpiqet të bëj opozitën, unë nuk mendoj se ka për t'ja dalë, vendi ka nevojë për një opozitë reale. Pastaj duhet të përballet, kam frikë me atë që Partia Demokratike ka quajtur mosbindje civile. Nuk e di me çfarë kanë parasysh me mosbindjen civile. Mosbindja civile është në dy forma, është kur një komb është i pushtuar, dhe kemi rastin e Indisë dhe të Kosovës, dhe kemi kur ka apartheid, pra kur një racë kundërshton racën tjetër midis bardhës dhe zak në Afrikën e Jugut dhe në Amerikë. Midis një kombi homogjen, si që Shqipëria, më duket pak e çuditshme kjo teza e mosbindjes civile, megjithatë mbetet për të parë se çfarë ka në plane. Falenderoj që ishit në studio. Me që ime.